Ti ke një aftësi për të parandjerë vdekjen dhe ka ndodhur pikërisht tek humbja e babait tënd. Nëse ke forcën për ta treguar sot se si ka ndodhur dhe se si ti e ke parë, jemi shumë kurioztar për ta dëgjuar historinë tënde. Nëse kisha menduar kur që do flisja publikisht për këtë gjë. Okej, unë kam vite që arrit, shikoj si posikletose pak tani thjesht nga dhimbja, jo se s'flas dot. Është në dorën tënde nëse ke dëshirë për të ndarë. Arrit të ndjej vdekje, nuk është se i shikoj me sy, po thjesht ndjej energjinë ose edhe të njerëzve të tjerë, jo thjesht babai tim, po më e dhimbshme sigurisht ka qenë babai tim, duke qenë se ai ishte trungu familjar imi. Para 4 vitesh të mënë se babai im të ikte nga kjo botë, pash një ëndër dhe janë këto ëndra që unë i quaj ëndra profetike, ku ti e di shumë mirë që kjo ëndër do kthehet në realitetin tënd shumë shpejt. Sigurisht ajo ëndër më ka shkundur në mënyra, më ka lënduar e thyer në forma që se kisha imagjinuar, por njëkohësisht ishte edhe si një thirrje për t'u zgjuar që shijoje prindin tënd ai sa i ke. Dhe mbaj mend që pas kësaj ëndrës marrëdhënia ime me babin filloi të ndryshonte, fillonim të shkonim shumë më mirë, domethënë sepse unë e dija çfarë do ndodhte, pavarësisht se pranoja. Po çfarë pe? Thjesht e pash në ëndër që vdiq, e pash atë momentin që të vinë njerëzit që t'i qanë u lëret. Dhe ndodhi ashtu si ti e pe? Ka ndodhur dhe 4 vite më vonë, unë arri e shikoj përsëri, po kësa herë e shikoj me sy hapur jo në ëndër. Isha duke punuar diçka për babin, sepse unë nuk është se thjesht ndjej energjit, apo lexoj letra, taro edhe orakull, unë gjithashtu bëj dhe punime, që lidh energjinë e njeriut. Se je artiste. Po. Dhe po punoja diçka specifike për babin dhe duke qenë se isha futur në fushën e tij energjitike, që do të thotë që unë lidhe me energjinë e një personi dhe shumë të lehtë mund të lexoj se çfarë do ndodhi. Mund të marr vesh sekretet personit. Në këtë rast, në rastin e babait tim mora vesh që do ikte nga kjo botë. Mbaj mend kam filluar duke ulëritur dhe duke qarë, sepse nuk mund. Ishte makth gjitha. Ishte të merr, domethënë se okej, kur e shen ëndër thuhet se është ëndër. Po ndërkohë në momentin e ëndrës babi ka qenë mirë me shëndet, pra dhe në një moshë të re. Babi ishte 56 vjeç. Ka qenë shumë i ri. Kishte filluar të problemet e moshës, po nuk kishte lidhje fare, domethënë. Imagjinoj nga kjo jetë. Babi tim fakti ndodhi një aksident me gazin, ka vdekur nga një rrjedhje gazi. E prandaj them që s'kishte të bënte me shëndetin e moshën, ishte vërtet një fatkeqësi që ndodhi në një moment. Ka qenë edhe vdekja, po mbas 4 vjetësh ti e kishe shpresën që kishe gabuar me këtë ëndër? Jo. Sepse sa herë takoja, ndjeja që ishte hera fundit. Mbaj mend akoma, e kam takuar një javë para se të ikte nga kjo botë. Dhe mbaj mend akoma atë përqafimin e fundit, ose po hanim dark bashk, kishte gatuar mami, isha dhe me të fijuarin tim dhe kishte një energji në ajër që ndihej që ishte hera e fundit që do takoheshim. Po mi, ti kur i sheh këto gjërat, nuk ke mundësi ti ndryshosh? Jo, nuk jam sot. Fati është i shkruar kolegë. Fatkeqësia ime dhe bekimi im është që ka gjëra që unë mund t'i shikoj. Për shembull, ka ndodhur shpeshherë me të fejuarin tim ku kemi qenë për rrugë për të shkuar diku që kam parë që mund të ndodhi një aksident dhe i kam thënë fejuarit që ndalo, marrim pak frym, edhe ecim më avash, devijojmë pak. Kjo është diçka që ti mund ta shmangësh. Pastaj siç është vdekja e njeriu, atë nuk ndërhyn dot asnjë. Fatkeqësia ime është që unë arrit ta ndjej para se të ndodhi dhe kjo mua më dhëm. Si është ai fejumi jot me ty domethënë tjetër. Jo vetëm kaq, mua më lindi natyrshëm, është një pyetje shumë toksore, nuk ka lidhje as me energjinë, as me tempot, as me këto. Si të pranuan njerëzit e të fejuar? Domethënë atë patën një kundërshtim se me thënë drejtën, nëse mua më vjen një vajzë e cila përveç tatuazheve dhe ka çunin vetëm 10 vjeç. Jo. Po përgatitet për ta. Dhe ka aftësi gati paranormale, domethënë që mund të kërcënoj, shiko vjerë se po të pash në ëndër. Tash unë do filloj të mbyll gazin tash, se s'ka. Po jo, ajo ka qenë e shkruar ndodh se ka qenë shkruar se kjo gjë nuk ndodh sepse ti e shikon. Po pra. Ti është fatkeqësia jote që ti di se çfarë do ndodhi dhe s'bën dot asgjë. Sepse as personit nuk i thua. Atë pritën mirë, si të pritën, domethënë. Shiko se apo janë në ndje hapur edhe.
Pa tjetër që ata janë mendja hapur dhe pranojnë zgjedhjen e djalit atyre. Kupton për çështja është normale, Jo, dashuria. sepse tek veçantia, ti je veçantë. Je veçantë. Ti e kërkon dhe ke arritur veçantinë. Tesi duhet të jetë, siç i themi në shqip, suiti. Ashtu është, edhe që kur erdhi këtu, patëm një lloj të përcjell, energji të mirë. Por Tes, e ke parandier apo e ke ditur që do ta njohësh personin tënd tjetës? Energjinë që të ka dhënë personi i fejuar i jot, ku mund ta kesh parë për herë të parë? Po, e kam ditur që ai do ishte personi im. Dhe ja kam njofte? E kam ndjerë kur ka ardhur, kur kishim lënë vendin e takimit, dhe unë e kam ndjerë, kam kthyer kokën, dhe kur e kam parë nga larg, edhe pse s'e kisha takuar asnjëherë, them okej, këtë personin pas kam qenë duke pritur gjithë jetën. Ku i njofte? Në kohën time, kur isha unë e re, flisni në Facebook me njerëzit. Se tani se ekziston. E re është akoma. O dinosauri i kësaj studio. Okej.